Gjineshtra ngjyruese, Genista tinctoria, një bimë që ndoshta e keni parë dhe nuk e keni njohur. Sot dua t'ju prezantoj një bimë që rritet edhe në vendin ton, në shkurreta, kullota dhe vende me bimësi të ullët. Gjineshtra ngjyruese. Emri i saj shkencor është Genista tinctoria dhe bën pjesë në familjen Leguminoideae. Është një gjysmë shkurre shumë e degëzuar që mund të arrijë rreth 1.2 metër lartësi. Ka gjethe të vogla eliptike dhe të zgjatura, ndërsa ajo që të bie menjëherë në sy janë lulet e verdha në ngjyrë ari të vendosura në vile në majat e kërcejve. Gjineshtra ngjyruese lulëzon nga maj deri në gusht, prandaj kjo është një nga periudhat kur mund ta vërejmë më lehtë në natyrë. Por kjo nuk është interesante vetëm për pamjen e saj. Në literaturën farmakognozike përmenden në pjesët mbitoksore të bimës glikozite flavonike, tanin, esencë dhe pigmente të ndryshme, ndër të cilat përmenden edhe genisteina dhe luteolina. Pikërisht këta përbërës lidhen në literaturë me disa nga vetitë që i janë atribuar tradicionalisht kësaj bime. Bari i lulëzuar i gjineshtrës ngjyruese është përshkruar si diuretik, pra që nxit eliminimin e urinës. Literatura e vjetër farmaceutike e përmend edhe në lidhje me përdorimin tradicional në disa çrregullime të rrugëve urinare dhe në edem. Por këtu duhet të bëjmë një dallim të rëndësishëm. Këto janë të dhëna nga literatura dhe përdorimi tradicional, jo një rekomandim që ta përdorni vetë si trajtim. Sidomos farat kërkojnë kujdes pasi përmbajnë alkaloide, ndër të cilat përmendim citizinën dhe anagirinën. Dhe janë një tjetër veçori interesante. Vetë emri ngjyruese lidhet me përdorimin e saj si bimë që mund të japë ngjyrues natyral. Në sajt të flavoneve dhe esencës ndikon në sistemin e qarkullimit të gjakut dhe në proceset metabolike. Bari këshillohet si diuretike dhe dezinfektuese që përmirëson dukuritë e shkëmbimit dhe rrit qarkullimin e gjakut në veshka. Jep rezultate të mira në sëmundjet e rrugëve të poshtme urinare dhe në sëmundjet e veshkave. Bari i gjineshtrës ngjyruese këshillohet gjithashtu në edema dhe në pamjaftueshmëri të punës së zemrës. Një tjetër veçori interesante e gjineshtrës ngjyruese është se ajo nuk është thjesht një bimë me lule të verdha që e hasim në natyrë. Ajo ka qenë e njohur prej kohësh edhe për pigmentet që përmban, gjë që lidhet edhe me emrin ngjyruese. Në pjesët e gjelbra të bimës janë gjetur përbërës të ndryshëm, ndër të cilët flavonoide, tanin dhe pigmente, si genisteina dhe luteolina. Për këtë arsye, gjineshtra është studiuar dhe përmendur në literaturën e bimëve mjekësore. Në përdorimin tradicional, pjesa e lulëzuar e bimës është përshkruar kryesisht për veprimin diuretik, ndërsa farat kanë një përbërje tjetër dhe përmbajnë alkaloide. Ndaj nuk duhet të mendojmë se çdo pjesë e bimës mund të përdoret në të njëjtën mënyrë. Kjo është pikërisht ajo që më pëlqen te bimët e egra. Shpesh një bimë që kalojmë pranë saj pa i kushtuar vëmendje mund të ketë një histori shumë më interesante nga sa mendojmë. Po ju e keni parë gjineshtrën ngjyruese dhe a përdorni këtë emër në zonën tuaj apo e përdorni me emër tjetër? Mos harro të pëlqesh videon, të bësh like dhe të shtypësh butonin zile për të mos humbur videot e radhës. Më shkruaj në komente nëse e ke përdorur gjineshtrën ngjyruese.